Marrakesh. Si që shikoni, unë kam dalë nga dushi, sot jam dhe me mikrofon. Lutem shumë tash. Jam këtu tek dhoma ime. Pse do thani ju? Është momenti sërish për të bërë gati valigjet. Po, do ikim në Maroko. Vazhdon të ketë zhurmë në maksimum, tani është orari i erojit që shpalos të gjitha aftësitë e tij. Kam dhe begen këtu, normalisht, si gjithmonë. Edhe nuk di nga t'ja nis. Pse do thoni ju? Kam një valigje 23 kilogramshe dhe me thënë të drejtën, mendoj se 10 kg do jenë vetëm produkte trupi, produkte flokësh, skincare. Jemi 2 persona për 4 ditë. Do shkojmë në Maroko, Marrakesh. Unë këto ditë, mbasi u ktheva nga Toskana, nuk kam filmuar, duke qenë se të them e kam patur çdo ditë të ngarkuar, është pak, se ka qenë mbi e ngarkuar, mbi të gjitha. Më është dashur të shkoj dhe në palestër dhe në tregime që unë bëj, për mos i lënë pas dore se e dini ju, po i le të lanë, kështu që jam munduar t'i kap pak nga gjitha. Të jemi sinqert, jam shumë e lumtur për këtë udhëtimin. E kam pasur ëndër që të shkoja në Marrakesh, në Maroko, edhe më në fund erdhi ajo dita dhe është mbas nesër, mbas një dite, pra pas nesër. O zoti i madh. Edhe jam vërtet shumë e lumtur, por nga ana tjetër jam shumë e lodhur paraprakisht. Uroj ta marr veten gjatë udhëtimit dhe të jap maksimumin tim dhe ta shijoj në maksimum. Mbas e pyesni pse nuk vendos të marrësh fëmijët. Fëmijët e mi janë shumë të çuditshëm, sa të mbar janë dhe shumë të sikletshëm në rastet e tilla. Kam probleme me gjumin, kam probleme me ushqimin dhe e di që në disa vende që ne zgjedhim të shkojmë nuk janë shumë të përshtatshme për moshën që kanë bekit e roj. Më tepër zgjedh të udhtoj me fëmijët në ambiente që mund të jenë resort dhe kanë pothuajse të gjitha gjërat në ambient, sesa zgjedh të eksploroj qytete ose vende të largëta, siç është dhe ky i Marokos që është me tranzit. Aq më tepër në tranzit nuk zgjedh kur. Do më thënë, deri tani nuk kam zgjedhur dhe mendoj derisa të rritet dhe beki të shkoj diku te 4 vjeç nuk do zgjedh me tranzit. Të paktën kështu mendoj deri tani, mbase më vonë do më ndryshojnë të gjitha këto ide që unë po flas, por e kemi shumë vështirë të them me ta. Një ditë Tiranë që ne bëjmë me të dy, kur kthehemi ditën tjetër jemi të raskapitur. Dua t'ju mbaj shumë këtu se nuk është ndoshta korniza më e bukur ever e imja. Jam ende me flokë gjysmë të lagur dhe gjysmë të thara. Edhe nuk po di as se çfarë po them, kështu që më mirë ta mbyll edhe kaq për sot. Të shihemi gjatë udhëtimit. Nesër fejoj vllajin edhe gjithashtu dhe nesër nuk do filmoj, do e marr për vete ditën. Jam me fëmijët, do jem e vetmja motor, kështu që do jem atje shumë më herët se zakonisht se që do vinë të tjerët. Edhe mezi pres t'ju tregoj veshje që ne do veshim nesër, nuk do ja u tregoj këtu në YouTube, por një pjesë e mirë juaj më ndiqni edhe në TikTok dhe Instagram, kështu që duhet të shkoni nëse nuk më ndiqni, se atje I kam të gjitha outfitet të postuara. Ndaj po ju lë këtu dhe shihemi direkt në Maroko ose gjatë rrugës. Nuk ju premtoj se çfarë do bëj deri atëherë.
Një sa po erdhem tek dhoma dhe thash t'ja u tregoj para sa ne ta bëjmë rëmuj. Besoj kemi mësuar hapat për mënsh dhe ju. Përpara se t'ja u tregoj të gjithë dhomën, këtu në korridor kemi një garderobë super të madhe që na i nxjerr të gjitha gjërat. Vazhdojmë dhe këtu të gjitha. Dhe këtu kemi tualetin. Në fakt e prisja pak më të madh tualetin, dhe pse e madhe është kjo zona këtu, por këtu hapësira, këtu jam unë, e lodhur, dhe këtu kemi një vaskë. Këtu dihet çfarë është. Dhe t'ju tregoj pjesën tjetër, krevatin, sapo na solli dhe valigjen. Këtu është pjesa më e madhe e gjithë dhomës, do të thonë ka goxha hapësirë dhe kjo gjë më pëlqen. Më pëlqejnë shumë dhomat me hapësirë, minibari, TV-ja dhe pjesa ku do qëndrojmë. Nuk është se do qëndrojmë me thënë drejtën, por hello. Një pamje nuk është më e bukura, kam përshtypjen, se këtu po ndërtohet diçka, por kemi hyrjen, këtej erdhem. Kështu duket. Tani më duhet të sistemoj të gjitha gjërat, valigjen. Se pash. Hajde. Yummy. Super. Kemi dalë për një ecje, për qënë se hoteli jonë është brenda në qytet, edhe thamë po dalim një herë, po shohim kështu për Terezin tonë, bëjmë në një shëtitje, qa bëhet, qa kemi afër, shive po thot një kafe. Edhe duke që të gjë shumë bukur, shumë ngrohtë, parësi se Rogeri ka vesh të gjaketën, po sa t'i dalë pak se ka mërdhi në avion. Sa bukur, çfarë ndjesie, po më duket sikur është tamam verë. Edhe kish marrë malli për vapën. E çuditshme në fakt, po na ka marrë. Oh my god. Can't believe it. We are here in Morocco, Marrakech. O zot, edhe kafet janë kaq të lezetshme dhe të bukura. Sa do të vogla ose bazike mund të jenë, duken sikur janë shumë të veçanta. Sërish në dhomë, thash të lyhem pak të bëhem njëri, se dukem shumë i lodhur. Më thënë drejtën jam, por të tratën dhe fytyra. Kështu që thash po bëj pak make-up, ishim më lartë në rooftop. Edhe të një bjerë në një koktejl, por tani mendoj se u qetësuam edhe na duhet të bëhemi gati që ta shijojmë edhe darkën këtu. Kemi ardhur në dhomë edhe tani po mendojmë, meqense kemi ngrënë, se kemi ngrënë pak vonë, edhe ushqimi që hëngrëm atje ishte fantastik, deri tani na ka pëlqyer shumë çdo gjë. Njerëzit shumë të mirë. Edhe erdhem lart këtu te hoteli jon, unë gjitëm lart te rooftopi, edhe morëm nga një koktejl. Ishte shumë bukur, kaluam diku te 1 orë e gjysmë aty, u shtriva dhe të sheslonet, u qetësova pak. Edhe tani zbritëm poshtë dhoma. Po mendojmë që të shkojmë tek spaja, meqense sot jemi super të lodhur. Kemi patur nga kthimi, përfshim edhe udhëtimin që kishim javën e kaluar në Toskana. Dhe nga kthimi kemi patur çdo ditë, nga mëngjesi deri në darkë,
shumë ngarkesë psikologjike, pune, emocionale, këtë javë dje, dhe më thënë, fillova The Blind, dhe më thënë, kanë qënë ka shumë gjëra një kohësirë, sa unë nuk të doja të ishin gjithë të gjërat e bukura një kohësirë, sepse do kisha dëshirë që se cilat kishte ato hapësirën e vetë. Ju thash që ky udhëtimi erdhi me data që asu nuk është se kisha mundësi t'i zgjidhja, duke qenë se ishte me vizë edhe duke parë gjitha planet dhe projektet, kjo ishte e vetmja javë që ne mund të vinim këtu, as më para, as më vonë. Edhe fatkeqësisht i qelluan pashkët, i qelluan gjithë gjëra që unë duhet të isha në shtëpi. Por çdo gjë ndodh për një arsye dhe unë e besoj këto, edhe mendoj se edhe ardha këtu nuk ka fare asgjë të keqe përveç se sot jam e lodhur. Nise, unë po mendoj që të spresim poshtë, të spaja, të marrin veten, dje jemi lodhur shumë fare, edhe sot jemi zgjuar në orën 3:30, udhëtim, pastaj fluturim, pushim, fluturim, derisa erdhëm këtu dhe dje që jemi lodhur shumë. Dhe shikoj dhe veten që mezi po flas, mezi po veproj, jam kështu, tamam si ajo dita mbasdasme, edhe shkojmë poshtë të spaja dhe thjesht të qetësohemi sot dhe pastaj të marrim veten edhe 4 ditët e mbetura t'i japim gaz, të shijojmë në maksimum Morokon. Dolëm, tani do zbresim poshtë të spaja. Sa bukur është këtu në darkë, shikoj një pak drita. Super. Po është maksimum, nuk pas ka asnjë njëri tjetër, e kemi të gjithën për veten tonë. Nuk të rrim shumë se do filloj dhe fjama vipë dhe shkojmë në donë, pushojmë, shikojmë. Mama, po që janë? Mirëmëngjesi, sot jemi zgjuar në Maroko. Jemi zgjuar, jemi bërë gati, në fakt jam zgjuar goxha herët, se kam fjetur goxha herët, nuk kam denjë mbrëm deri vonë, sepse isha jo e lodhur, po e kputur edhe thjesht i thash vetes hapësirë për të pushuar. Nuk kam parë as ferme në asgjë, pavarësisht se për momentin nuk është se po më tërheq shumë ferme përveç se momentet me mozën. Kam veshur pijamat, edhe po zbresim për mëngjesin. Këtu është ora 8:00. Jemi një orë mbrapa, fatkeqësisht, nga Shqipëria. Ora 8:30, pas ka ecën. Edhe zbresim të ham mëngjesin, pastaj të vim lart, bëhemi gati. Se unë nuk bën tot gati pa ngrënë gjë, do të thënë, nuk e sikur gjithë make-up më shko dëm. Edhe unë nuk e bëj kur këtë gjën. Vi lart, laj dhëmbët dhe filloj bëm gati si që ka hije. Edhe ndaj do ham mëngjesin pak më herët sot. Po lash telefonin tjetër. Mëngjesi. Jemi bërë gati, në fakt jemi gati për dalë. Jemi duke bërë fotot dhe videot e fundit. Kjo është veshja ime për sot, veshja e Rogerti gjithashtu. Rogerti është veshur me brown, ndërsa unë me butter. Dhe jemi kombinuar. Ikim tani se jemi super vonë, morëm shumë kohë për të bërë gati, po kështu është derisa ta vem të rëzi. Sa po më pëlqen kjo veshja sot. I love it. Fix për Maroko.
filmuar fare se jam super lodhur, por thjesht thash t'ju them natën për sonte. Ne kemi kaluar super sot. Ka qenë ditë e gjatë, kemi eksploruar, parë shumë gjëra, edhe njëkohësisht jemi super lodhur. Edhe mbas dite ne mbyllëm shumë bukur te aman, ishte perfekt, nuk kam fjalë. Hoteli dhe vendodhja dhe çdo gjë aty më e bukur se asnjë gjë tjetër që mund të kem parë deri më sot. Kishte një lloj qetësie, një lloj vibe, një lloj, nuk kam fjalë. Domethënë, okay, në foto duket madhështore, por live të jep të gjithë ndjesinë. Aty quhej pushim, domethënë shkoj aty dhe thjesht pushim. Kemi qëndruar pas dite, kemi pirë nga një pije, pastaj kaluam te darka dhe realisht e kemi super shijuar. Pastaj erdhëm me taksistin, u kthyem, erdhëm shpejt, telefonat ishin fikur, këtej përgullonim që të shikonim bikun, hoqa make-upin se gjithë ditën e lyrë make-up dhe ishte rënduar lëkura, e kështu domethënë. Tani jemi shtrirë, super lodhur. Këtu në rooftopin ton është duke u bërë një super... Ua, si duket sikur është aty. Një super party. Si duket, së t'ishte? Është tumpa. E dëgjoni? E lëshu dorën. Një super mega party lartë, edhe ne si gjyshër që jemi bërë. Nuk morëm as mundimi me shku me pas se kush ishte i ftuar sonte, se kishte shumë njerëz që në hyrje në fakt, se ky hoteli ka hyrjen për rooftopin nga jashtë dhe hyrje për rooftop edhe nga brenda për personat që janë të hotelit. Edhe ishte super full. Lokacioni i këtij hoteli ishte perfekt. Domethënë të gjitha gjërat kemi pasur afër, kemi përdorur taksit nuk ishin shtrenjtë, diku te 10 euro për të lëviz për punë 12 minutash, 20 minutash. Kaq që kemi, më e largta mund të jetë 20 minuta. Edhe shumë bar, por shumë vap dhe po të ra dielli në kokë në atë moment, ti nuk di, domethënë taksit skandaloze, pa aerim, pa kondicionim, pa asgjë. Por që si ka që të mbaronin punë shumë shpejt, edhe kishte kudo, edhe kjo gjë më pëlqeu, pavarësisht se ishte një rrëmuj super e madhe, sidomos taj tregu që ishim sot, nuk po dilnim dot, nuk e keni idenë çfarë lloj lodhje maksimale. Domethënë ishim bërë të lef edhe s'përgjigjem drejtimin. Tani ta mbyll se na floi biku edhe na kap copyright. Shihemi nesër. Erdhëm te dhoma, u bëm gati dhe tani po dalim te pishina lart. Nuk është shumë vallë ose diell sot, por kështu kemi planet, në orën 12 kam në orarin për të kryer flokët. I kam super skandal, unë kam marrë mash me vete, po i doja të drejta këtë herë. Nuk i doja onde, sepse i kisha onde dhe më janë bërë keq. Mbaruam pishina, tani jemi për palestër. Tash të bëj pistën se kam nëna morshimin të ditë. Dhe me qenë se unë do shkoj të krej flokët, do bëhem rob pastaj. Tash të shkoj dhe palestër edhe t'i kryejm flokët pa frikë fare se do na duken keq.
Oh my god, dhe më thënë ka bërë kreje më të bukur ndonjëherë, ka super volum. Më ka bërë një larje koke. Nuk e di, do kisha humbur shumë nëse s'do kisha provuar këtë krejën këtu. Fantastike. Totalisht tjetër gjë. Tjetër metodë, tjetër dorë. U knaqa. Tani të shkoj të dhoma, të lyem pak, të bëm gati, të ndronë normalisht edhe të dalim. Do t'i hap flokët sigurisht, por po I le ndërkohë. Kështu si që janë. Shkoj t'ja bëj surprizë Rogertit, si thash thjesht të t'i kref drejt se onde I kisha. Por mendova se pretty chic. Të provojmë dorën e këtyre dhe më thënë drejtën. Ishte fantastike. Më pëlqejnë shumë. Kanë super volum. Edhe një kokën shumë të lirë. Të lehtë, të lirë. Hello. Hello. Mos më të se ishe qumë. Po jo, mos ishe shtring. Që flokët? Flokët. Bukur, ha? Yll. Kemi bërë gati, kam veshur këtë fustanin e zi. Se sot do shkojmë te muzeu I YSL-s. Më I famshme dhe I bukri, syzet dhe çantën tonë më të re, small size. Dhe jemi gati, gati. I love this look. Duket fabulous. Mas eu isso Hasan. Quer? Deve ser rico. Daí cor. Daí cor. C'est bërë gati, kemi dalë, nuk është se kam filmuar shumë tani mbas dite, se lodhemi më thënë drejtën, dite gjatë, bëjmë shumë gjëra gjatë ditës, ecim, vapa këtu është tjetër nivel, edhe sikur nga mbas dite lodhemi shumë. Gjithsesi jam bërë gati, kam vesh këtë setin e zi, edhe po ikim për darkën. Këtu të Royal e kemi shumë afër me hotelin, diku të 5 minuta, edhe zgjodhem të esim këmbë, se tani është dhe fresk. Gjatë ditës është vështirë të ecësh shumë këmbë se ka shumë plot. Mirëmëngjesi. Nga dita tjetër që e kemi humbur fare numrimin. Gjuam të zbresim poshtë të mëngjesin, edhe pastaj të vijim të bëjmë gati, domethënë pak a shumë e njëjta rutinë është çdo mëngjes. Nuk kurse ka diçka ndryshe. Nisi në zgjohemi herët për këtu në Maroko, sepse për shembull tani është ora 8:30, për këta ishte herët. Edhe për ne në fakt se nuk para jemi zgjuar.
për të ngrënë kaq herët në vendet e tjera. Ndërsa për ju 9:30 do ka filluar të më shijoj ky mëngjesi që zgjohem herët. Në udhëtime të tjera më përpara zgjohesha kështu moment fundit, në orën 10 shkonin për mëngjes 10 minutat e fundit. Kuptoni ju? Kemi dalë. Si harruam ne prapë të bëna video. Ka veshur setin e kushtit për këtë ndaj. Edhe po shkojmë fillimisht tek Arabica Coffee, që është shumë e famshme. Edhe kështu ishte edhe në Marrakesh, mezi po bëjta që shkoj dhe ta Arabica se kam parë shumë virale që ndodhet në Dubai edhe vendet e tjera. Sorry, sir. Dalë për drejt, dhe roba, edhe shkëm një shumë i bukur, jemi 30 minuta në Vonesë, urojt nga fusit, brënda në të kundërt, së dim nga qëtojmë se rezervimin e kemi për këtu. Gjithsesi, shkeni sa bukur jemi veç të dy, opinjuar. Jemi bërë gati për darkën. Shkoj një veshjen tjetër për sot. O zot, unë jam fryrë shumë se kam ngrënë super shumë në drek, por që gjithsesi kështu duket veshja ime për sonte. Look at this. Shumë brash, dhe te. Ata të jetë restoran. Jetë restoran. Ta marrë të bifin.